Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Falënderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirbërësin, të na fali gabimet dhe gjunahet tona. Dhe nga shkaqet që falen gjunahet dhe gabimet, është falja namazeve dhe ulja në tubimet e dijes. Dhe pritja e namazit që vjen që pason nga namazi në namaz. Të dashur vëllezër, në zinxhirin ton të mësimeve të ditës së mërkurë, ky është mësimi I dytë, besoj, në lidhje me mësime dhe porosi dhe orientime të cilat saktësojnë dhe korrigjojnë koncepte të gabuara që mund t'i ketë muslimani në lidhje me besimin e tij, me adhurimin e tij ndaj Allahut të madhëruar dhe në lidhje me moralin e tij. Dy janë shkaqet që njeriu besimtari mund devijojë. Kur ai e kupton diçka jo në formën e duhur, jo siç është në formën e saj të saktë. Pra, kur ai e mëson gabim diçka dhe e quan të vërtetën, pra e konsideron të vërtetën të kotë dhe të kotën të vërtetë për shkak se ashtu ai e ka lexuar ose ashtu ishte mësuar. E vërteta mbetet e vërtetë pavarësisht se si I shikojnë ose I vlerësojnë njerëzit gjërat. E vërteta nuk ndryshon nëse ne e ndryshojmë emrin e saj. Realiteti mbetet realitet për çdo gjë. Pra nëse ne e quajmë devijim njësimin e Allahut në adhurim, nëse ne quajmë devijim dhe idhujtari, dhe gabim dhe humbje, atë që Allahu ka urdhëruar për të vërtetës, pra për adhurimit të Tij të vetëm, ose e kundërta, nëse ne e quajmë për adhurimit të Allahut të vetëm, për njësimit të Tij idhujtarin, pra I përmbysim gjërat. Ka prej besimtarëve, prej muslimanëve, të cilët nuk e kanë të qartë akoma se nëse ti shkon tek varri I një profeti, pra nëse shkon tek varri I profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kërkon prej tij shefatin, ndërmjetësimin, kërkon prej atij, ose kërkon prej tij shërimin, ose kërkon prej tij derman. Ka prej muslimanëve që këtë e quan punë të mirë, afrim tek Allahu. Dhe realitet çfarë është? Është shirk, idhujtari. Është ti bësh Allahut të barabartë. Nëse dikush e quan një sunet, për shembull, thënien amin pas Fatihas në namaz, e quan bidat, shpike. Thot s'ka qenë një orë tek në. Dhe është e kundërta, mos thënia e saj duke besuar se është sunet, mos ta thuash, mos ta ngresh zërin, është bidat, është shpikje. Dhe thënia e saj është sunet. Ngritja e zërit me amin kur mbaron Fatihaja, kur lexon imami me zë Fatihan. Ose ngritja e duarve në namaz. Në çdo tekbir, nëse mendon njeriu që kjo është bidat, e ka përmbysur të vërtetën me të kotën. E kështu me radhë. Nëse dikush mendon se për shembull njerëz të mirë që kanë ndruar jetë kanë vend veçantë tek Allahu I madhëruar. Dhe është e pëlqyeshme, thonë, është sunet ose është e pëlqyeshme që kur ta lutesh Allahun nëpërmjet tyre.
duke I marrë ta ndërmjetës. Dhe nëse ti e mohon këtë, nëse ti thu kjo nuk bën, është ndaluar dhe është prej idhujtarisë, është gabim, ai thot ti nuk e respekton njerëzit e mirë. Ti nuk I do familjen e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Për shembull, ti kur I thua atij, nuk lejohet që ne të shkojmë tek varri Hasanit dhe Husejnit, Allahu qoftë I kënaqur me të dy, dhe të kërkojmë prej tyre dërman, shpëtim, shërim. Thot ti thot nuk e do, thot familjen e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ti thua atij, nuk lejohet që ti të lavdërosh Profetin sallallahu alajhi wasallam më tepër se që takon, duke I thënë që ai ditë shetën, ai e shndritshon me dritën e tij tërë universin, nëpërmjet ti ton udhëzohen në kuptimin e udhëzimit çfarë? Udhëzimit tregimit të vërtetës. Pra, njoftimit se cila është e vërteta dhe e kota. Jo, e ka për qëllim udhëzimin e zemrave për pranimin e të vërtetës. Në dorën e kujt është? Në dorën e Allahut azza wa jalla. Dhe nëse ti vjen dhe I thua të vërtetën që kjo ndalohet, nuk lejohet që ti të kërkosh prej dikujt, qoftë engjëll, qoftë I dërguar, qoftë njeri I mirë, qoftë hoxh, çfarë do të qoftë. Nuk lejohet të lutesh dikë. Atëherë do dalim tek një justifikim tjetër të atyre që më këtë ne defillojmë mësimin e sotëm. Thënë, duaja, kërkesa, lutja nuk është adhurim. Është kërkesë. Thjesht I kërkon diçka prej tyre që ata kanë mundësi, ka dhënë Allahu azza wa jall. Tu të shikojmë vërim rrezikshmërinë e shpikjes në fe. Tu është koncept I gabuar. A është vërtet që Allah I madhëruar I ka dhënë mundësi disave për njerëz të mirë, për profetëve, të kenë dorë diçka, pranimin e shafatit, ose të kenë dorë shërimin, ose të kenë dorë që dikush të lindi fëmijë, të ketë fëmijë, ose dikush çërohet. Nuk janë të drejta që I takojnë njerëzve, dhe Allahu s'e ka dhënë të drejta askujt. Sepse vetëm Allahu I madhëruar është ai I cili ka në dorë shërimin, ushqimin, shpëtimin. Allahu ka në dorë shpëtimin nga çdo gjë e keqe për çdo krijesë. Dhe kur themi punët më të këqija në fe janë shpikjet, kur dikush vjen me një shpikje të re, qoftë në koncept, qoftë në besim për diçka, qoftë në adhurim, shton pakson, namaz, dhikr, agjërim, qoftë në formën se si bëhet ai adhurim, nuk vjen pra në formën, nuk e vepron siç ka vepruar Profeti sallallahu alajhi wasallam, pra një adhurim, po e ndryshon formën. Gjithashtu, në lidhje me moralin e tij, me njerëzit, ka disa që marrin prej moralit dhe kujt, të huaja, në marrëdhënie me njerëzit, dhe lejojnë padrejtësinë, në emër të diçkaje që është më e rëndësishme, thonë. Për shembull, ata thonë qëllimi e justifikon mjetin. Lehtësojmë në ca gjëra sepse kemi qëllim më të mirë. Lehtësojmë në bërjen e disa harrameve, ndalesave, sepse kemi qëllim më të lartë. Por se Allahu I madhëruar në Islam nuk ka ligjësuar të arrijmë tek një e mirë nëpërmjet një harrami, diçka që është ndaluar në fe. Ky është rregull. Dhe një herë, Elton, Allahu I madhëruar nuk ka ligjësuar, nuk ka lejuar që të arrijmë tek një e mirë për të mirave dynjas ose ahiretit nëpërmjet një rrugë që është ndaluar ose diçka që është ndaluar. Kush pretendon këtë gjë, ka gënjur në fe.
Duaja është adhurim. Fjala kujt është? Fjala e profetit alayhis salam. Ad-du'a huwa al-ibada. Duaja, thirrja që i bëjmë në Allahut, lutja, është adhurim. Jo vetëm një adhurim i thjesht si adhurimet e tjera. Është pikërisht thelbi i adhurimit. Është esenca e adhurimit. Ne adhurojmë Allahun për çfarë? Për në thënë dietarët, punët e mira që ne i veprojmë se ne kërkojmë diçka nga Allahu. Pra ne dhe lutja ndahet në dy lloje, lutja e kërkesës direkt dhe lutja nëpërmjet kujt? Nëpërmjet një adhurimi. Ka thënë profeti selam, jepni sadaka dhe shëroni smurët tuaj. Ose shëroni smurët tuaj duke dhënë sadaka. Ose shuani zjarrin me sadakan. Runi nga zjarri i xhenemit qoftë me çfarë? Me një gjysmë hurme. Pra ne kërkojmë, ndërmjet çdo punë të mirë kërkojmë diçka nga kush? Nga Allahu i madhëruar. Kërkojmë xhenetin. Ruajtjen nga zjarri i xhenemit, kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë, përforcimin në rrugën e drejtë, përqendrueshmërinë në rrugën e drejtë, kërkojmë mirësi, qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër. Dhe është ky hadith rregull. Lutja është adhurim. Një hadith që ka transmetuar at-Tirmidhi në sunen e tij. Dhe ky hadith tregon se lutja është adhurim. Për të na mësuar se sikurse ti ose ai ose dikush falet, e fal namazin ose i falet dikujt, ose bën kurban për dikë, është i barabartë me ata i cili e lut dikë direkt. Ose ai që lut një person, i kërkon diçka, i kërkon ndërmjetësim, i kërkon shërim, është sikur si është falur atij. Namazi, aleikum selam, namazi që ti bën për Allahun e madhëruar, është adhurim apo jo? Po. Ashtu dhe lutja është adhurim. Prej adhurimeve më të rëndësishme është thelbi i adhurimit. Aleikum selam. Dhe prandaj ne themi që nëse ti e lut dikë, qoftë i gjallë apo i vdekur, qoftë i gjallë e lut për diçka që ai s'ka mundësi, për gjërave që i takojnë Allahut madhëruar, qoftë të vdekurit, nëse ti mendon se ky i vdekur di të fshetën ose ka mundësi të ngjojë dhe ka mundësi ta plotësojë dëshirën tënde, qoftë ju fale ke varri ti e adhurova atë direkt, qoftë ju lutje, u lutë ati, qoftë ai profet, njëri i mirë, është e barabartë. Nuk ka ndryshim. Ashtu siç nuk lejohet që namazit i kushtohet të dërguarit apo ndonjë prej njerëzve të mirë, adhurues të Allahut vetëm, po ashtu nuk lejohet i drejtohet duaja të dërguarit apo ndonjë njeriu të mirë. Porse i kushtohet kujt? Vetëm Allahut madhëruar. Pra ai musliman që thot, o i dërguari i Allahut, o ti njeri i mirë, kërkoj prej teje shpëtim dhe shërim, i ka bërë Allahut adhurim, apo i ka bërë këtit? Vëllezër, i ka bërë adhurim këtij personi. Nëse ai justifikohet, thot jo, thot unë thot besoj thot se adhurimit e kanë Allahut, po unë e shikoj të lejuartën. Është justifikim pranueshëm për ti? Jo. Ky ka bërë Allahut barabartë.
Edhe pse qëllimi i tij, sipas pretendimit të tij, është që ai beson dhe ka për qëllim që adhurimi të kanë Allahut. Ky është problemi, sepse ai është edukuar, është mësuar nga disa që lutja e të dërguarit dhe lutja e njerëzve të mirë nuk është për adhurimit të dikujt tjetër përveç Allahut. Dhe ai e vepron si punë të mirë këtë gjë. E vepron se atyre i takon kjo gjë. Është për respektit të tyre. Dhe kjo është që bëjnë sufit sot. E quajnë për punëve të mira. Dhe të akuzojnë ty se ti njeri jo respektues i të dërguarit, familjes së tij dhe të njerëzve të mirë. Të njëjtë janë edhe ata njerëz që bëjnë ortakëri Allahut madhëruar, edhe pse thojnë në qëllimin ton është besimi se Zoti është një. Ky justifikim nuk i pranohet, sepse fjalët e tyre tregojnë, fjalët e tyre tregojnë që janë në kontradikt me punët e tyre. Fjalët e tyre që ata pretendojnë se thojnë se ne besojmë se Zoti është një dhe atij takon adhurimi, janë në kontradikt, në kundërshti me punët e tyre. Atëherë fjala nuk pranohet nëse bie në kundërshtim me kë? Me punën, me veprën. Sepse vepra është rregull, vërteton atë që kemi në zemër. Pretendimi tjetër i atyre justifikimi është se ata thojnë ne i marrim ata si ndërmjetës. Thotë qëllimi im është t'i marr si ndërmjetës midis Allahut dhe vetes sime. Ata thojnë që unë kam shumë gjunahe. Pra ky person thotë unë kam shumë gjunahe. Nuk ka mundësi direkt ta lusë Allahun se jam me shumë gjunahe, shumë gabime. Dhe duhet një lidhje, një ndërmjetës, një që lidh, pra që më lehtëson mua, pranohet lutja. Dhe shkoj ke shehu, siç me sufit sot. Shkoj ke shehu, e qenë rabta ose rabita, lidhja. Dhe nëpërmjet shehut ata lusin Allahun azza wa jall. Dhe kjo është pikërisht idhujtari. Dhe bie në përngjallësim të Allahut me krijesën në këtë pjesë. Pse? Ata thojnë sikurse njeriu në dynja kur do të shkojë tek mbreti ose tek presidenti, shkon ke kush? Tek sekretari. Ose ke një njeri që e njeh atë, që është pozitë të lartë. Dhe mund të jetë i padrejtë. Dhe shumica e rasteve janë padrejtë. Këta udhëheqës. Janë padrejtë, apo jo? Nëse i person e Elton i thotë fjalë, thotë unë shkoj tek varri i Profetit sallallahu si ndërmjetës midis meja dhe Allahut. Sikurse po i thot njerëzit që shkojnë tek një person që e njeh mbretin, është më i afërt. Mbreti ka hatër, ka pozitë tek mbreti. Që të pranoj mbreti ty brenda ke dera e tij, ke vendi i tij. A është kjo arsyetim i saktë dhe pse nuk është i saktë? Nëse nuk është i saktë. Hajde. S'është i saktë, pse? Jo, nga ana logjikës, pse nuk është i saktë? Qa për i shirk në të rast? Me të fjalë që thot, unë thot, e marrin të personin e mirë që ka pozitë tek Allahu, e marrë si ndërmjetës në lutjen time, sikurse një person në dynja, kur do të shkojë tek mbreti, për mbretërve të dynjas, merr një person si ndërmjetës për të shkuar tek mbreti, sepse mbreti se pranon direkt, se nuk e njeh. Po mirë, nuk shikon ti përgjithësim këtu? Është përgjithësim.
Qysh ti përnjason Allahun, Zotin e gjithçkaje, sundues gjithçka, me një mbret prej mbretërave të për njerëzve të padrejtëve që janë dynja. Dhe si ti neglizhon dhe lë pa pranuar ato argumente që të cilët flasin që Allahu është afër, Allahu nuk pranon ndërmjetës midis ti dhe krijesave. Dhe dietarët thonë ky është një përgjasim dhe është mohim, sepse ky përngjason me shembullin që jep për të justifikuar veprën e tij për idhujtarisë, është një shembull i cili barazon midis kujt? Pozitës që ka një mbret dynja, që bën klasifikime tek ato të cilët i vijnë për vizitë, me mbretit të vërtet, të vetmit, që ka sundimin e vërtet, më të madhit, më të drejtit, që s'bën klasifikime. Kush dëshiron të shkojë tek ai, dhe të kërkojë të drejtën e tij. Kërkon diçka që i takon atij. Pra i takon robit kërkoj falje tek Allahu Azza wa Jall. Këtë drejtë ka dhënë Allahu robit, që kur gabon ose kur ka nevojë për diçka, të shkojë tek Zoti i tij. Është e kundërta me njeriu. Nëse unë luz dikë her pas here për njerëzve, për gjërave që ai ka mundësi, e mërzis apo jo? Nëse unë shkoj shpesh tek Zoti im dhe e lut Allahun për çdo kërkesë, e mërzis ose e zemëroj Allahun, se nuk thonë me mërzis për Allahun. E zemëroj Zotin apo e kënaq Zotin? E kënaq Allahun asoj. Prandaj ky përgjithësim është i kot i rrëzuar. Sepse Allahu nuk është i padrejtë me klasifikime. Nëse të shkon kryetari i bashkisë Elbasan, do të takim për një drejt tonën. Shkon Besa, takon shokun e vet ose çunin e xhajës dhe i thot kam nevojë të takohem me kryetarin e bashkisë për i drejtën time sepse kështu. Sepse Besa e di se ai nuk pranon çdo njeri. Ne njerëzit e rëndomt, klasa punëtore. Pranon njerëz që janë në pozitë ose ka frikë për tyre. Ose ka interes për tyre, apo jo? A mund të krahasohet Zoti i lartë i gjithçkaje, që s'ka nevojë për askënd, por se ai zemërohet kur të robët e tij nuk e lusin ose lusin dikë tjetër prej krijesave të dobta që s'kan asgjë në dorë dhe nuk lusin Allahun Azza wa Jall. Prandaj ky arsyetim ose ky justifikim është i rrëzuar. Përveç se është i rrëzuar, shikot për përmban kufër mohim në të, se përnjason Allahun, mbretin e gjithçkaje, mëshiruesin më të madh dhe ai që është i drejti më i madh, me një prej robërve, për njerëzve që i ka dhënë Allahu sundim, që është i padrejtë, jo vetëm përnjasim, por është dhe cënim i madhështisë Allahut. Nuk është që bëri vetëm përnjasim krijues, me krijesë të drejtë. Po e bërë përnjasim i krijesë që është e padrejtë. Se po flasim për ato i cili bën klasifikime në vizita ose për të shkuar tek ai. E kuptova logjikën, Elton? Allah i madhëruar e ka mohuar që dikush të përngjajë atij në qenën e tij, në cilësitë e tij, në veprat e tij. Lejse kemi thlihi shej, u huwa as-sami'ul basir. Nuk ka se shembull i atij. Ai është dëgjues i shikuesi. Të Allahut i takojnë emrat më të lartë dhe cilësitë më të përsosura. Si mundet një person sot për muslimanëve të justifikojë idhujtarinë e tij, ndërmjetësimin e gabuar që bën, duke u lutur të njerëzve të mirë ose profetit alayhis salam, me mendimin se kjo është një vepër e cila është e mirë të bëhet. Dhe të vijmë me këto lloj argumentimesh në thonjza që nuk kanë argumentime. Pra ta krahasosh Allahun edhe me një krijesë të drejtë është kufër.
Dhe si do jetë gjendja kur ti e krahason me një krijesë e cila është e padrejtë. I lartësuar qoftë Allahu i madhëruar nga ajo që thojnë zullumqtarët, ai është më i lartësuari larg çdo tmete. Gjithashtu, të dashur vëllezër, nga gjërat e çuditshme që ndodhin sot, qoftë tek idhujtarët që janë jashtë Islamit, qoftë prej atyre idhujtarëve që e quajnë veten musliman, është se këta idhujtarët e sotëm, kohës së sotme, qoftë kur janë mirë, qoftë kur janë keq, ata i bëjnë Allahut barabartë. Idhujtarët që ishin në kohën e kujt? E profetit alayhis salam kishin një veçanti tjetër në lidhje me këtë çështje. Ata kur ishin keq, ishin të sinqertë në adhurimin e tyre ndaj Allahut madhëruar. Dhe kur ishin mirë, ktheheshin tek origjina e tyre, tek idhujtaria. Po kur ata i kaplonte dallgët e detit nga gjitha anët, e shikonin që s'kishte zgjidhje, i ktheheshin Allahut sinqerisht. Këta njerëz, ta idhujtar, besonin në kohën përse besonin tek njerëz të mirë. Këta njerëz të mirë kishin bërë shëmbulltyrën e tyre në disa idhuj, statuja. Dhe i kishin quajtur me emra, filani. Dhe i quajtën ta njerëz të mirë që kishin kaluar, kishin vdekur, si ndërmjetës midis tyre dhe Allahut madhëruar. Por se a ja pranoi Allahu idhujtarëve në kohën përseram këtë vepër, këta kishin një gjendje të mirë, që kur ishin keq, ishin sinqertë. Kur ishin mirë, bëshin të idhujtarin që barazonin midis Allahut madhëruar dhe këtyre idhujve. Dhe këta idhuj nuk është që ta adhuronin gurin. Jo, ishin statuja, idhuj, shëmbulltyra të njerëzve të mirë që ata besonin tek ata, se kishin ta njerëz të mirë një vend të veçantë tek Allahu i madhëruar. Pra ishin përmendore që ata kishin ngritur nëpërmjet tyre statujave për këta njerëz. Dhe i merrin ata si ndërmjetësues midis tyre dhe Allahut azza wa jalla. Çfarë thot Allahu i madhëruar për ta? Ata që marrin mbrojtës tjetër veç Allahut, veç ti. Dhe thojnë, ne i adhurojmë ata vetëm që të na afrojnë tek Allahu. Ne i adhurojmë ta idhuj, ta njerëz të mirë për të na afruar tek Allahu. Allahu do të gjykojë mes tyre për atë në të cilën ata kundërshtohen. Vërtet, Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar dhe është qafir, mohues. Allahu i quajti këta njerëz mohues së besimit të tyre. Të dashur vëllezër, saktësimi i koncepteve që lidhen me besimin dhe adhurimin është gjëja më e rëndësishme. Sahabët më pranuan Islamin, sahabët ishin të rinj në Islam. Pan disa njerëz të cilët për idhujtarëve që varnin shpatat e tyre tek një pemë, që dhatul anuat. I varnin të shpata për çfarë? Besonin se çfarë? Besonin se kush i var shpatat në këtë pemë do ketë bereqet në luftë. Ishte profeti midis tyre, apo jo? Dhe i kërkuan profetit ram njëjtën gjë. Na bëj një pemë sikurse ata kanë një pemë. A lejohet
Ergjys që dikush besoj se kjo ka bereqet, buri i xhamis? Jo. Jo me thot dikush ne adhurojmë Allahun, përmend Allahu, to muret ngjojnë përmendjen tonë, dhe ka marrë për bereqetit tonë, dhe është mirë që ne të marrim këtu nga kjo. Si ti përgjigjevi? Enes. Çfarë është e vërtet? Pra gurët, pemët, edhe pse janë për krijesat e Allahut dhe ngjojnë për dhikrit të Allahut, dhe ato vetë adhurojnë Allahun. A ka ndonjë argument që këto prej tyre ne marrin bereqet? Bereqeti ku është, në orë të kujt? Mirë, thot dikush, sahabët kohën për Sallam merrshin bereqet nga trupi i tij. Merrte bereqet. Po. Në rreth parë kjo është e veçantë për Profetin sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e veçantë për Profetin sallallahu alajhi wasallam, që nga djersa, nga bështyma, nga uji abdesit e tjera. Apo jo? Po ne nuk besojmë se Profeti sallallahu alajhi wasallam kishte bereqet nga vetja e vet. Allahu ja dha. Dhe ishte besimi i padyshimt që kjo ishte për Allahut azza wa xal. Një kerame, një mrekulli ose një ngritje të gradës së tij ta kishte të veçantë. Por se nuk është parë që sahabët më pas të shkonin dhe të gjinin robët që kishin mbetur dhe të merreshin prej tyre bereqet. I ke pjesë ka shumë rëndësi sot, për shembull, ju nuk besoni e dini, i pjesë për ju që në xhamin Mret, njëri pretendonte se kishte qimen. Për selam dhe disa kanë akoma në Turqi, mendojnë se kanë qimen dhe i vin të rresh njerëzit, thoshë, kjo është qima për selam, gënjente, hajde ne ju putheni gjithë e merrni bereqet. Është merr. Është merr. Për të ardhur keq është idhujtari. Është merr. Është gjëja më e rrezikshme. Po u fut idhujtaria në një popull, u fut gjithçka. Është krimi më i madh që i bëhet Zotit. Është padrejtësia më e madhe. Të nderuar vëllezër, Allahu nuk ka nevojë për ndërmjetësues. As për profetëve, për engjëjve, dhe as prej njerëzve të mirë, kush do qofsh. Allahu mori ndërmjetësues Xhibril alayhis salam për çfarë? Për përsjelljen e shpalljes. Por jo për çfarë? Për adhurimin e tij. Dhe i dërguar Allahu sallam është ndërmjetës midis nesh dhe Allahut madhruar në përsjelljen e shpalljes. Dhe jo në lidhje me adhurimin. Pra adhurimin që ka thënë? Dhe kur të pyesi robët e mi për mua, unë jam afër. Kur ai më lutet mua. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Unë jam afër, i përgjigjem lutjes, ku lutsi më lutet. Vjen dikush ke xhamia edhe beson tek hoxha. Edhe i thot hoxhës, o hoxhë, bëj dermathët, më shëro. Hoxha nuk shëron, as nuk bën derman. Hoxha është në hall vet. Do derman shërim për vetën e vet. Askush nuk kanë dorë, as të shtoj, as paksoj, as të ngrej, as të uli, as të smuri, as shërojtike, as shpërblej, as dënoj. Në dorën e kujt janë? Allah të madhëruar. Pra, tham që këta idhujtarë në kohën e Profetit sallam ishin të sinqert në adhurimin e Allahut kur ishin keq.
Thot Allahu Azza wa Jall, valët e detit, dallkët e detit, u erdhën atyre nga tërë anët. Dhe ata menduan se u ishte mbyllur çdo rrugë shpëtimi. I harruan zotrat e tjerë kot. Atëherë e lutën Allahun me adhurim të sinqert ndaj tij, duke thënë, nëse na shpëton nga kjo, ne me siguri do të jemi prej falendëruesve. Ndërsa sot, ti shikosh idhujtarët e sotëm, kur janë keq, thellohen më keq në idhujtarinë e tyre. Kur janë keq, thellohen më tepër në idhujtarinë e tyre. Bëhen më të kapur mbas kujt, mbas idhujve të tyre. Ne jemi si kohë më larg kohës së profecive. Njerëzit janë bërë më, si thosh, më afër shkaqeve, pra më të lidhur ndaj shkaqeve të kota. Idhujtarët në kohën e profetit kishte mbetur akoma në zemrën e tyre edukimi se Zoti i vërtet është një. Të janë zotra, po shti, po është mirë me i lutë. Dhe i bëshin barabart me Allahun në ormjet disa adhurimeve. Dhe kur ishin keq, i harronin të poshtë. Kthesh ka i lartë. Kthesh ka origjina e tyre. Po kjo nuk i bën të dobi. Ndërsa sot, për shkak të ignorancës së thellë të madhe, për shkak se në kohë gjithashtu jemi shumë larg profecive, pra flas shpalljeve që kanë, pra shpallja punë ka qenë shpallja e profetit sallallahu alajhi wasallam, është njerëzit janë shumë të lidhur me shkaqet e kota, qoftë kur janë mirë, qoftë kur janë në vështirësi ose keq. Thot Allahu Azza wa Jall, kush është më i humbur, pra nuk ka humbje më të madhe, sa i cili lut dikë tjetër për Allahut të madhëruar. Nuk ka humbje më të madhe kur dikush i bën Allahut barabart. Allahu i madhëruar fal çdo përveç shirkut. Nëse vjen Allahut me gjuna e sa qielli dhe toka, pa i bërë Allahut barabart, shpreson faljen? Shpreson faljen. Por se du dim, çdo gjuna është një deg e mohimit. Rënja e kufrit, mohimit, pra është lidhja, pra ato gjuna, ato vepra që kanë ardhur prej idhujtarisë dhe prej mohimit, rënja dhe trungu, po gjunahet qoftë mëdhaja që të vogla janë deg të tyre. Se çdo gjuna do thot kundërshtim i krijuesit. Dhe bindin ndaj epshit tënd. A e ke parë atë i cili e mori për Zot epshin e tij? Allahu i madhëruar për kë? Për të i cili adhuron veten e tij. Dhe ti adhuruesi i vetes tënde do thot që ti t'jap përsi bindjes së vetes tënde, epshit tënd para bindjes së Allahut madhëruar. Në çdo aspekt. Nga më të rëndësishmet, ke më pak të rëndësishmet. Thot Profeti sallallahu alajhi wasallam, është i mallkuar robi i dinarit dhe robi i robës, këmishës. Ç'të thotë? Që njeriu mund të adhurojë pasurinë, mund të adhurojë dhe veten e tij. Dhe nuk ka humbje më të madhe se sa i cili barazon krijuesin me krijesën. Kush është më i humbur se ai që i lutet dikujt përveç Allahut?
i lutet atij i cili nuk ka mundësi t'i përgjigjet deri në ditën e gjykimit. Ndërsa ata vetë janë të paditur, ata që luten, dhe të pavetdijshëm për lutjen që i bëhet atyre. Dhe kur njerëzit të bohen të ringjallen ditën e gjykimit, këta njerëz që u adhuruan dhe adhuruesit, ditën e gjykimit do jenë armiqtë njëri tjetrit. Dhe do mohojnë adhurimin, qoftë ata që u adhuruan, qoftë ata që adhuruan të tjerët. Do mohojnë adhurimin që është bërë, ose adhurimin që i kanë bërë të tjerëve. Dhe do mallkojnë njëri tjetrin dhe do jenë armiqtë njëri tjetrit në ditën e gjykimit. Nuk ka zullum më të madh se sa idhujtaria. Ja buneje, Enes, mos i bëj Allahut, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. O djaloshi im, nga porositë e Lukmanit, mos i bëj Allahut të barabart shok, sepse bërja Allahut shok, barabart ortak në adhurim, është padrejtësia më e madhe. Çdo gjëna Allahu e fal. Idhujtarin, mohimin e tij nuk e fal. Allah na ruajt. Shumë për njerëzve mendojnë se ata idhujtar që i ka përmendur Kurani nuk adhuronin njerëz të mirë. Pra, sufistët sot, për të justifikuar veprat e tyre, thënë ata adhuronin gurët, statujat, nuk adhuronin njerëz të mirë. Dhe ky është gabim. S'është vërtet. Ata adhuronin njerëz të mirë që shëmbulltyrën e tyre kishin kthyer në statuja, në idhuj. Buhariu transmeton nga Ibn Abasi, Allahu i qoftë i kënaqur me të dy, se në surën Nuh, ku Allahu thotë, dhe thanë, mos i lini zotat tuaj, ke populli i Nuhut, mos i lini zotat tuaj, mos i lini Waddin, as Su'an, as Yaghuthin, as Ya'uqan dhe as Nasra. Të ishin emrat kujt? Disa njerëz të mirë që jetonin në kohën e kujt? E Nuhut alayhis salam. Kur ata vdiqën, shejtani ja zbukuroi punën e tyre dhe sugjeroi që në vendet ku ata qëndronin, zakonisht në lagjin e tyre, në vendin e tyre banimit, vendosin të ngrinin përmendore. Kaloi brezi i parë, i cili i bëri të përmendore për të qëllim, erdhi brezi i dytë, brezi i tretë, u harrua dia. U harrua shkaku pse i ndërtuan të përmendore. Dhe mendoi brezi i tretë që këta njerëz kanë një pozitë veçantë tek Allahu dhe t'i marrim ata si ndërmjetës midis nesh dhe Allahut të madhëruar. Në fillim brezi i parë i adhuroi? Jo. Thjesht çfarë bënin? Kujtonin punët e mira që vepronin ata, vepronin dhe ata sikurse vepruan këta njerëz të mirë që ndruan jetë, se i donin. Thot Allahu Azza wa Jall, thuaj, pra thuaj atyre që adhurojnë përveç Allahut zotat të tjerë, të kot. Thirrni ata që pretendoni si zota përveç tij. Ata nuk kanë mundësi t'ju largojnë dëmin as ta ndryshojnë të keqen. Vet ata që ata i lusin kërkojnë afrim tek Zoti i tyre. Luten me qëllimin për të qenë sa më afërt me Allahun Azza wa Jall. Shpresojnë mëshirën e tij dhe frikësohen dënimit të tij.
thuaj atyre, o i dërguar, thuaj atyre që lusin zotrat e kot përveç Allahut. Se ata nuk kanë dorë asgjë. Jo vetëm nuk kanë dorë asgjë, pa ta vetë afrohen tek Allah me punë të mira. Dhe ishin prej atyre që afrohen tek Allah me punë të mira. Dhe shpresoshin mëshirën e tij dhe kishin frikë nga dënimi i tij. Ata janë robër për robët e Allahut azza wa jall. E kuptuat vëllezër? Allahu në Kur'an përmend dhe përshkruan moralin e këtyre njerëzve të mirë që i morën për zotra këta që erdhën më pas. Këta që ju i lusni dhe i kuzdonin zotra, ishin robër të Allahut që i friksoheshin Allahut madhëruar, vetëm. Shpresonin mëshirën e tij dhe kishin frikë nga dënimi i tij. Dhe ne duhet të ndjekim ata që vinë pas moralin e tyre. Se si ata adhurojnë Allahun, jo t'i marrim ata duke shpikur, t'i marrim ata si ndërmjetësues midis nesh dhe Allahut të madhëruar. Vërtet dënimi i Zotit tënd, përmendon ajeti kuranor, është për t'u pasur frikë. Vërtet dënimi i Zotit tënd është për t'u pasur frikë. Ibn Kathiri, me këtë mbyllim inshallah, e ndajmë mësimin e sotëm në dy pjesë. Ibn Kathiri thot në komentimin e këtij ajeti që ne përmendëm, thot, ky ajet ka zbritur për një grup njerëzish të cilët adhuronin xhinët dhe u luteshin në vend të Allahut të madhëruar. Por xhinët pranuan Islamin. Thuhet gjithashtu se ky ajet zbriti për një grup njerëzish që i luteshin Mesihut, Isait alayhis salam dhe engjëjve. Pra, ju që lusni Mesihun, Jezusin, Isait alayhis salam, ju që lusni engjëjt, vetë Isait alayhis salam dhe vetë engjëjt janë robët të Allahut. Ata nuk kanë dorë asgjë. Ata vetë duan të afrohen tek Allahu me punët e tyre. Shpresojnë mëshirën e tij dhe i friksohen dënimit të tij. Dhe kush ka të cilësi, ka këta të cilësi, nuk mund të adhurohet. Adhurimi ta kanë kujt? Vetëm ai që është Zot, Allah, hyni, i plot fuqishmit, Allah është problem të skemi. Pra ky ajet qorton dhe mohon çdo që i lutet, pra mohon punën e kujt, pra të cilit do që i lutet dikujt tjetër përveç Allahut të madhëruar. Dhe nëse ai është pejgamber, pra ky që lutet, dhe është njeri i mirë. Sepse disa prej idhujtarëve të sotëm, prej sufistëve të thelluar në sufizëm, ose prej shiave, ose për grupe të tjera, thënë idhujtari quhet kur adhuron gurin, pemën. Nëse unë adhuroj, e që në respekt, nëse unë vlerësoj, nuk që në adhurim, e vlerësoj, njeriu e mirë ose pejgamberi nuk është adhurim, thot. Nuk bëj adhurim atij una. Unë e di që Allahu do të ka adhurimi. Po kjo jo vetëm se lejo, po është e mirë. Unë jam robi i dobët. Ai është pozitë lart tek Allahu. Ai është i dërguar i Allahut, ose ai është engjëll. Dhe ka pas për grupeve të humbura që popullit të kaluar, qoftë të sotëm ka, që mendojnë se adhurojnë engjëjt, ato adhurojnë shejtant, dhe ka për tyre që adhurojnë shejtanin, dhe ka për tyre që adhurojnë dritën ose errësirën, simbol të të keqes dhe të mirës, dhe ka për tyre që adhurojnë sot lopën, adhurojnë statujat të ndryshme nga më të kotat, por se a mund themi ne se ka shirk pranueshëm ose që është i lehtë, me që është adhurimi i pejgamberit, dhe ka shirk shumë të madh që nuk është i pranueshëm se është adhurimi i gurit. Jo, s'ka të tillë. Shirku me që shirk, është idhujtari, është barazim ndis krijuesit dhe krijesës. Kur një nga sahabët tha,
Nëse do Allahu dhe ti, apo më bën me Allahun të barabart, kaq tha, dhe. Nëse do Allahu dhe ti, lejohet të ton? Nëse do dikush, pse s'lejohet? Qa bëri? S'ka mundësi mos dërhim? Po. Barazoj, për njësoj, barazoj. Pra nëse unë them, kjo bëhet nëse do Zoti dhe ti. Ku është barazimi këtu? Ke cila pjesë? Ku e barazova unë krijesën me Allahun? Ta mëroj, ku thotë ai nuk e di, do flasësh ti. Ha? Ha? Ke cila pikë e barazoj? Dhe ti? Ti e krijes, ti ke nevojë për Allah. Ke cila pikë? Ke cila cilësi e Zotit e barazoj? Nëse do Allahu dhe ti. Ti e krijes, nuk. Po ti pra ke cila? Cila cilësi? Miha, Anas. Po ke cila cilësi? Nëse do Allahu dhe ti, dëshira e njeriut me robën është e barabartë, po hanë pra këtë dëshirë e Zotit. Allah thotë, "Ma tashauna illa an yasha Allah", dhe nuk dëshironi diçka veçse Allah dëshiron. Ju nuk dëshironi diçka veçse Allah dëshiron. Dhe një herë, kur themi do Allahu dhe ti, e barazoj Allahun ke cila? Ke dëshira. Kur themi do Allahu, nëse do Allahu bëhet dhe ti, e barazoj një krijesë tek dëshira Allahu që është hakime, është qadhije. Që po desh Allahu diçka bëhet, thotë se bëu dhe bëhet. A është kjo e barabartë me krijesën, nëse do vllai do diçka bëhet dhe bëhet? A ka pjesë dikush këtë dëshira Allahu? Pra, ka dikush i ka dhënë Allahu mundësi të ketë prej dëshirës Allahu dikush mundësi të ketë të drejtë? Nuk ka mundësi. Në lidhje me çfarë? Me atë që ndodh. Nuk ndërhyn askush që ndodh. Dhe i tha, atë më bërë mua të barabartë me Allahun vetëm për kaq. Sa e madhe është? Një nga sahabët vuri një kështu, hajmali, nusk. Dhe çfarë është kjo? Dhe kjo është për të larguar dobësinë që të ndjej në trup. Për një të smundjes dobësi. Thotë hiqje thotë se po vdiqe me atë në shkatërove. Ajo të shton vetëse poshtërim dhe dobësi. Një fije. Mendon personi që kjo është shkak për lehtësimin e dhimbjes ose ose forcimin e trupit. Pra, tham që ai i cili e barazon Allahun e madhëruar në adhurim, qoftë kur adhuron një, pra lutet një të dërguari, qoftë kur lutet një, pra guri ose diçka tjetër, ai ka bërë idhujtari, ka bërë shirk, ka bërë barazimi të krijuesit të krijesës. Dhe lutja në vetvete është adhurimi më i rëndësishëm. Është thelbi i adhurimit. Dhe është e pavërtet pretendimi që thënë disa që ka ndryshim midis lutjes dhe adhurimit që i bëhet direkt Allahut prej namazit dhe kurbanit e tjera. Dhe nuk ka ndryshim midis lutjes që i bën një të dërguarit të Allahut, një engjëlli, një njeri të mirë, dhe lutjes që i bën pemës, kudiona, shejtanit, gurit e tjerë. Allahu i madhëruar e ka bërë të ndaluar idhujtarinë dhe adhurimi është e drejtë e kujt? Vetëm e Allahut Azza wa Jall. Inshallah pjesën tjetër të mësimit do e marrim në erë se vjen, ditën e mërkurit që vjen inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.